kanë ka pas me furnizu me mall, edhe thot ai keni marrë gjithë pasunitë juve. A ju kam bërsh mo diçka thënë jo. Thot vallahi në Medinë kam dosh ku bë musliman. Ai pas një vit edhe ai ka vdek po vdesh musliman. Elhamdulillah. Është rëndësia e besës të ndëruar vëllezër. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka lëvdu idhujtarin, pa besimtar ka qenë, mirë po e ka lëvdu kur e ka mojt besën. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam thot nuk ka din ai që s'ka besë. Nuk ka din, do mos është mirë me fejaj, nuk është duke qëndru mirë në fetarinë e tij përderisa nuk ka besë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pse burr shtetas, edhe pse komandant suprem i forcave, prap nuk më merr vendimin vet. Thot am lejoni dy mësime shumë të rëndësishme që doshta me i shkëput për këtyre tregimeve të nderuar vëllezër besimtar. Ishte vullneti Allahu të lartësuar dhe caktimi i tij që në njërën prej betejave në të cilat u gjend personi për cilin do të flasin, edhe pse ishin mundësit shumë të mëdhaja që të vritet ai dhe shumë të tjerë si ai, mirë po dashti Allahu që personi i tillë të kapet i gjallë dhe të zihet rob. Dhe pastaj ai dhe shumë të tjerë të sillen ashtu rob të luftës tek komandanti suprem i ushtrisë, i cili ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra të nderuar vëllezër, bëhet fjalë për dhëndrin e tij, Abil As ibn Rabia, i cili e kishte vajzën e madhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po, ndoshta prej arsyeve që ai nuk u vron këtë luftë dhe Allahu e ruajti me jetu edhe më gjatë, sepse ai nuk kishte dalë në luftë me vullnet dhe nuk kishte dalë në luftë me luftu kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pse ishte udhëtar, mirë po kishte dalë sepse qortimet e njerëzve që ishin në Mekë e kishin detyruar ata me dalë me luftë edhe vetëm me bë numër dhe me marr pjesë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam vendos që të gjithë ata që u zonën rob e që ishin 70 në betejën e Bedrit, secili prej tyre ta lironte veten me parë, me një shumë të caktuar, që pastaj ju dërgoi lajm në Mekë familjarëve të tyre se kush don me i liru të afërmit e tyre, e dërgon një shumë të caktuar të pasurisë, të arit apo të hullave, edhe e merr familjarin e tyre. Kështu i shkoi lajmi edhe vajzës pejgamberit alayhi salatu wassalam se ish burri i saj, me cilin kishte një lidhje shumë të fortë emocionale, mirë po me që vajza pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte bë muslimane, ndërsa burri i saj jo musliman, ata jetonin jetën të ndonë fizikisht, mirë po nuk kishin mujt më u shkput emocionalisht edhe me dashuri nga njëri tjetri. Edhe pa një o pa dy e merr Zejnebja radhiyallahu anha, vajza e pejgamberit alayhi salatu wassalam, atë ari që e kishte të shtëpia, edhe ja dërgon pejgamberit alayhi salatu wassalam që me liru njeriun me cilin ajo e kaloi një pjesë të jetës, edhe pse ma nuk po jetojnë bashkë, edhe pse ma nuk janë burrë e grua, sepse njëri besimtar, tjetri pa besimtar, mirë po janë disa gjëra të cilat kanë mbetë dhe nuk munden mu harru mes tyre. Pikërisht për shkak të besnikërisë, besës, burrnisë së madhe që e kishte ky burr Abil As, edhe pse ishte udhëtar. Kur e merr pejgamberi alayhi salatu wassalam me pas se çka ka dërgu Zejnebja, çfarë pasurie ka dërgu për me liru ish burrin e saj, e sheh se e ka dërgu zinxhirin e arit të cilin ja ka dhënë nona e vet kur është martu pra Hatixha radhiyallahu anha, e që pejgamberi alayhi salatu wassalam e njehte atë shumë mirë, sepse ai zinxhir i arit deri dikur ishte i stoli e gruas së tij Hatixhës radhiyallahu anha. Edhe pejgamberit alayhi salatu wassalam ju zbut zemra, ju ngjallën kujtimet, ju ngjallë dhe mërzia për gruan e cila ishte një grua stoike, e cila grua ndihmoi pejgamberin alayhi salatu wassalam me gjithçka që kishte, dhe e dinte se vajza e tij, edhe vajza e saj Zejnebja, nuk kish me dhënë këto për paksen, sepse është shenjë prej nonës, gjithashtu dhe shenjë për gruas pejgamberit alayhi salatu wassalam. Disa transmetime thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë moment s'ka mujt edhe me majt lot, edhe po i thot shokëve të tij. Edhe pse ka mujt me marr vendim vet. Mirë po, kemi të bëjmë me rregull, kemi të bëjmë me rregullat e shtetit. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pse burr shtetas, edhe pse komandant suprem i forcave, prap nuk po e merr vendimin vet.
thot am lejoni, po I thot shokët vet, am lejoni që t'ja kthej Zejnebës se zinxhir se e di sa e don ajo. E di sa e don edhe sa e shmon edhe sa mall ka për ta. Am lejoni t'ja kthej. Kush kish mi thon jo pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sa që përmendet se Ebujubi thotoi dërguari Allahut, për ty edhe për Haxherën gjithçka kish mi thon. Jo për këto, po për ato edhe ja kthen pejgamberi alayhi salatu wasallam. Mirë, po ja merr besën. Dhëndrit vet, thot po të liroj me kusht që kur shkesh me Mekë me ma dërgu vajzën kënejna. Thot ta jap besën. Sa shkon Mekë, e Bilas ibn Rabia I thot Zejnebës përgatitu se je udhëtare për Medinet e babait, e përgatit mirë, e përgatit planin edhe e dërgon Medinë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e livdon me disa fjalë. Thot me të vërtet na e dha besën, po e mojti besën. Edhe pse I dhujtar, edhe pse në taborin e armikut, edhe kundërshtarit mirë, po tha e mojti besën edhe mojti fjalën edhe e dërgoi Zejnebën. Mirë, po këto lidhje emocionale mes këtyre dyve nuk po shkputën. Për arsye se me njerin që të flen zemra tek ai është problem mu shkput. Çdo që bën, edhe Zejnebja nuk po martohet. Edhe Medinë po s'po martohet, po I refuzon lloj oferta. Krete ka mendjen se mos po bëhet musliman e Bilas dhe prap me vazhdu jetën me ta. Saqë pas një kohe e Bilas ibn Rabia po I niti njeri duke u kthy prej Shamit në krye të një karavani me mall tregtie, dalin Medinalit që këtë pejgamberit alayhi salatu wasallam ja prejnë udhën, ja marrin mallin edhe I kapin të gjithë dhe I vinë Medinë. Për arsye se ishin gjendje lufte. Atje në Mekë ja u morën pasunin muslimanëve, edhe këta vendosën që karavanat e Mekasve edhe me Kurejshitëve me ja u prej udhën edhe me I marr. Mirë, po e Bilas ibn Rabia përvjedhet natën edhe ikë dhe shkon ku me shkon Medinë, shkon te Zejnebja. Te ish gruaja, e I troket derë. Sa e sheh gruaja që është e Bilas, tregon se çka ka ndodhur, e merr dhe e fsheh diku aty në shtëpi. Dhe sa del pejgamberi alayhi salatu wassalam me fal namazin e sabahut me shokët vet, afrohet Zejnebja, sa mbaroi namazin, afrohet te xhamia I thot: "O musliman, e Bilas ibn Rabia është në besë teme." E pejgamberi alayhi salatu wassalam I kishte mësuar shokët e vet që kur njëri prej neve, prej muslimanëve, qoftë edhe I vogël, qoftë edhe I paranseshëm shoqëri, ose edhe I pamerita, nëse I jep besë dikujt, atëherë ai është në besë të krejt muslimanëve. Muslimanët nuk ja prishin besën njëri tjetrit. Kushdo që I jep besë dikujt, ai është në besë të krejt muslimanëve. E thot pejgamberi alayhi salatu wasallam: "O burra, a e dëgjut çka tha Zejnebja?" Thot: "Unë nuk e kam ditë këto, që tash të mora vesh. Mirë, po edhe na do t'i japim besë atij që I ka vënë Zejnebi." Edhe pastaj ja kthejnë edhe pasurinë që ka qenë pjesë e tina, kthehet në Mekë e Bilas ibn Rabia, I shpërndon kujt ka pas me I shpërnda, kanë ka pas me furnizu me mall, edhe thot: "Ai keni marrë gjithë pasurinë e juve. A ju kam bërsh mo diçka thënë jo?" Thot: "Vallahi, në Medinë kam dosh me bë musliman." Mirë, po veç I kishte thonë prej tutës, edhe për me dosh me na I marr pasurinë neve, është bë musliman, por ndryshe I dha Jesu dhe amanetet, edhe dinë që unë prej sodit jam musliman, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kthehet në Medinë, gëzim I madh familjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, gëzim I madh edhe te Zejnebja, edhe I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ja ko është gruaja jote, prej sodit rikthene jetën që keni pas." Dhe pas një viti vdesën dhe Zejnebja, thuhet që prej mërzisë të madhe që e ka pas e Bilas për gruan e tij, çaq shumë që ka qenë I lidhur edhe që e ka përjetuar shumë rënd ndamin prej saj, pas një viti edhe ai ka vdek, po vdiq musliman, elhamdulillah. Dy mësime shumë të rëndësishme që doshta me I shkëput për këtyre tregimeve, e që janë teje të rëndësishme, po për me I majt men ma let doshta me I sjell formë tregimeve. Mësimi I parë të nderuar vëllezër është ky pejgamber kaq I madh, edhe më të vërtetë I madh, I cili asnjëherë nuk u zhvesh prej virtyteve edhe ndjenjave njerëzore. Edhe në momentet më të rënda, edhe në luftë, edhe në momentet e vështira, edhe në situatat e rënda, edhe kur ishte në pozitë disfavorshme, prap ishte njeri human me ndjenje. I dërguari sallallahu alaihi wasallam, sepse Allah e kishte dërguar atë shembull për njerëzimin dhe mëshirë për njerëzimin. Edhe pse në luftë, edhe pse armik, edhe pse kundërshtar, prap janë do rregulla, janë do rende të cilat nuk duhet më u shkelë, dhe janë do besa që duhet më u mbajt edhe më u çu deri në fund. Gjithashtu edhe kjo lidhje kaq e madhe edhe kaq e fortë që e ka pas vajza e pejgamberit alayhi salatu wassalam në burrin e saj, që e ka dëruar vetmin, edhe I ka refuzuar gjitha ato kërkesa që I kanë ardhur për martesë, vetëm me shpresë se mos po bëhet musliman ish burri I saj, edhe me rikthy jetën e lumtur, jetën e mirë, jetën e begat që e kishin. Edhe para
Islamit, po pastaj e kthyn edhe pasi që u bën musliman, edhe pse shkurt, mirë po i dhan një shembull të mirë krejt botës e posaçërisht muslimanëve se çysh duhet mu zhvillu dashuria, respekti, mirë kuptimi mes bashkëshortëve. Ndërsa mësimi i dytë që është shumë i rëndësishëm, edhe që ajo është mësimi kryesor i këtyre tregimeve, është rëndësia e besës të nderuar vëllezër. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka lëvdu idhujtarin, pa besimtar ka qenë, mirë po e ka lëvdu kur e ka mojt besën, sepse besa është punë e madhe. Besa e mon njeriu. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, nuk ka din ai që s'ka besë. Nuk ka din, domos s'është mirë me fejaj, nuk është duke qëndru mirë në fetarinë e tij përderisa nuk ka besë. Pastaj në një vend tjetër i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, puna e parë, virtyti i parë që ka mu largu prej këtij ummeti, ka mu pezullu, ka mu avullu, është besa. Besa. Si të fillon mu largu besa prej një populli, pastaj thot s'ka më hajër në to. E pejgamberi alayhi salatu wasalam për më tregu rëndësinë që e ka ky virtyt, edhe që besa duhet me qenë pjesë e pandashme e muslimanit, kur merr në besë diçka, kur jep besë, me i majt ato. E ka obligim. Edhe për ata po e livdon, edhe idhujtar po e livdon për virtytet që e ka. Në anën tjetër, Allahu i lartësuar, ndoshta për shkak të kësaj bese që e kishte, dhëndri pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pse idhujtar, mirë po me që ishte besnik, edhe e mbante fjalën e dhënë, edhe kishte virtyte shumë tjera të burrnis, Allahu ja ruajti këto edhe ja shpërblej që në fund me vdek musliman. Kështu që ajo që e marrim ne tash, si mësim, është se jeto me besë. Jeto besnik, bëhu besnik, edhe dije që e kemi obligim me mojt besën, kur e japim edhe me jetu me besë, sepse Allahu ka me na i shpërbly. Fillimisht Allahu e kërkon prej neve, mirë po dhe ka me na i shpërbly. Ja shpërblej e Bilasi ibn Rabia, ja rujti derisa u bë musliman, edhe ju rikthy gruaja, edhe e rikthyn jetën që kanë pas me gjitha ato begatit e mira që i kishin, mirë po edhe ja shpërblej me Islam. Ndërsa neve, në i shpërblem, ndoshta më na i rujt këtë fej, në i shpërblem, ndoshta me një përfundim të mirë, që me dalë prej kësaj bote mirë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, innamal a'malu bil khawatim, punët i volos e fundit. Puna e fundit me cilën dalëm prej kësaj bote, që ajo jep vul jetës tonë, punëve tona, veprave tona. Për me shpresu që me na ardh vula mirë, puna e fundit mirë, edhe përfundimi mirë, atëherë kapu për besën. Po nuk besnik, edhe atëherë kur humbët besat e këtjerët, edhe atëherë kur nuk ka besë tjetër kon, jemi në të besës, sepse besa është pjesë e pandashme e muslimanit edhe duhet jetë. Edhe duhet jetë kështu, sa që pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe në luftë i kanë ndalu shokët e vetë kur i ka dërgu si ushtri, që nëse i jep besë dikujt me prej besë me ashtu. Për ata sot marrëveshjet të nderuar vëllezër, sa marrëveshjet bëhen për mundon luftat, a respektohen në herë? Nuk respektohen. Në nënshkruajmë për përfundimin e luftës, vazhdojnë bombardimet, vazhdojnë vrasjet, vazhdojnë se ka humbur besa. Po të kishin besë, ose po të ishin musliman që është duhet, ata që japin besë edhe që nënshkruajnë besë, nuk do të duhej me ndodh kjo. E lutim Allahun e lartësuar që të na përmirësoj gjendjen tonë, gjendjen e popullit tonë, në bëj besnik, në bëj me jetu me besë, fillimisht me të jemi në besë me Allahun e lartësuar, pastaj në besë edhe me njerëz, me këtë besë të jetojmë, me këtë besë të vdesim dhe me këtë besë të ringjallemi në ditën e gjykimit. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum.